Pikat kufitare në Korçë, Kapshtica dhe Qafthana po përballen me një fluks të shtuar hyrje-daljesh. Vetëm për muajt maj dhe qershor janë regjistruar afërsisht 900.000 qytetarë dhe thuajse 350.000 automjete. Drejtori Kufieri tha se për të përballuar fluksin, ndikuar nga sezoni turistik, janë shtuar sportelet në pikat e kalimit. Janë përpunuar 889.138 shtetas dhe 324.626 automjete. Mesatarja ditore është 14.576 shtetas dhe 5.650 automjete. Fluksi maksimal i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur në 16.424 shtetas dhe 5.878 automjete. Për përballimin e këtij fluksi janë shtuar kapacitete e shërbimit në të katër pikët e kalimit kufitar, duke shtuar nga 2 sportele, një në hyrje dhe një në dalje, si dhe një sportel dedikuar vetëm për autobusët. Sa i takon situatës kriminale gjatë këtyre 2 muajve, kryeji policisë së këtij qarku tha se janë evidentuar 380 vepra penale, ku thuajse të gjitha janë të zbuluara. Nga këto 87 vepra ose 23% e tyre janë krime kundër personit, kryesisht plagosje të lehta me dashje dhe kanosje. Gjatë kësaj periudhe ka ndodhur 1 vrasje, 4 vrasje të mbetura në tentativë dhe 2 plagosje të rënda me dashje. Ndër prioritetet tona ka qenë dhe parandalimi e zbulimi i vjedhjeve si një nga veprat penale që prek drejt për drejt qytetarët. Gjatë këtyre 2 muajve janë evidentuar 13 vjedhje, nga të cilat janë zbuluar 12, një rezultat jashtëzakonisht i mirë, 2.5 herë më i lartë se sa ajo që kishin parashikuar në fillim të vitit. Për këto 2 muaj në Korçë janë shënuar 18 aksidente ku kanë humbur jetën 5 persona.